Një foshnjë seksit mashkull rreth 4 muajsh është braktisur pranë fshatit Sos dhe shtëpisë së foshnjave në Sauk në Tiranë. Në pamje jeni duke ndjekur karrocën në të cilën ndodhet ende batania me të cilën ishte mbuluar foshnja. Në karrocë ishte edhe një bidon me qumësh dhe një letër në të cilën ishte shënuar data e lindjes 3/8/2012, një numër telefoni me prefiksin e Italisë dhe një shënim: "Smundem". Policia nisi hetimet, ndërsa personi që e ka lënë karrocën me foshnjën dyshohet të jetë një burr në moshë të mesme, i cili është larguar në drejtim të kodrave të liçenit artificial. Këto këtu janë ambientet ku do të mbahet fëmia i cili u gjet i braktisur në orët e paraditës. Jemi brenda ambienteve të shtëpisë së foshnjës së Tiranës, aty ku do të trajtohet edhe voglushi i cili rezulton të ketë lindur në tetor të këtij viti. Fatmirësisht gjendja e tij shëndetësore rezultoi të ishte e mirë, kjo pas ekzaminimit që u krye nga ekipi mjekësor i cili është i vendosur në këtë qendër. Se janë të cilët janë të vlerësuar. Fëmia është marrë në kujdesin e punonjësve dhe ekipit mjekësor të shtëpisë së foshnjave nga 0 deri në 6 vjeç në Tiranë. Këto janë të qarat e foshnjës, por nuk është për të preokupuar. Gjendja e tij shëndetësore është mjaft e mirë, ndërkohë që është krejt personeli i shtëpisë së foshnjës, i cili po merret me të për të ndjerë sa më mirë në këtë ambient, i cili do jetë ambienti i tij të gjatë. Policia e Tiranës ka nisur hetimet për gjendjen e prindërve dhe shkaqeve të kësaj ngjarje të rëndë, duke nisur më një herë verifikimet në maternitete, sipas datës së lindjes, e cila ishte shënuar në letër. Nëse kapet autori që dyshohet të jetë një nga prindërit, sipas nenit 124 të Kodit Penal, ai rrezikon të dënohet nga gjokë deri në 3 vjet burgim.